Ja, sit down here please. Tani do kemi një Timu haul. Marr disa gjëra të reja nga Timu, që kanë disa ditë edhe sot ju erdhi radha për të hapur. Në fakt unë i kam hapur, i kam parë sigurisht se nuk duroja dot, por do t'ju tregoj edhe juve. Dy prej tyre janë të njëjta, kosh për banjon. Wait, Afi. Okay, hajde, hapë këtë. Thank you. Do hapë tjetrin, ndërkohë që Loga hap atë. I pashte webi edhe më pëlqyen shumë, sepse kanë këtë ngjyrën si ngjyrë druri, nuk janë dru, janë plastik, por gjajnë sikur janë dru tamam. Më duken shumë bukur, nuk kujtes më shpeshur. I kam sjell me këtë të mbyllur, sepse kanë këtë gjën këtu nga brenda, që do montuar për ta përshtatur që kjo të hapet dhe të mbyllet vetë, se duket shtypet kjo edhe hapet. Tani, kjo është pjesa e koshit të brendshëm, ku do hidhen veturinat, ka këto të dyja. Po tregon edhe ky bashkë me mua, që mund t'i vendosësh qese e të gjitha këto, dhe ndërkohë këtë e vendosim në këtë pozicion, nga brenda, kështu, të vegjël, por shumë të lezetshëm, mora sigurisht 2 për të dyja banjot. Kjo ka këtë vrimën këtu dhe thjesht vendoset brenda. Okej, kështu. Po, si që thash shtypet. Po, tregon edhe kë.